qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e shtunë java 30 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrin nga java e dytë e psalterit. O hy më ija në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbret i fort, hyj i vërtet, që sundan të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj i flakat e shamtave, flak i zjarin i dëmprursve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë tër drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar,
që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Psalmi 119. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllim? U bëra si rësheku në tym, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të roj shërbëtori yt, kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapën gropa krenarët, që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndihmë. Për pak sa s'më rrëzuan për te, megjithatë unë nuk u shmangëm urdhërimeve të tua. Më përtri pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Antifona e dytë. Ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Psalmi 61, urata e 1/3. Nëse shtëpia jon toksore, kjo tend, shkatrohet, kemi godinën prej hyjit, banesë të përjetshme qiellore, thot letra 2 drejtuar Korintianëve kapitulli 5 rreshti 1. Vështroje u hyj britmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaj dhe u të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra. Më qotë shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut, për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtjen në sqetullën tënde. Sepse ti o hyji im i pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që e druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoi jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni, le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj i u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim, do t'i plotsoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Antifona e tretë. Nga tmerri i armikut, më ruaj, o Zot. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Më morën vendimin ta zënë Jezusin me tradhti e ta vrasin, thot Mateu Ungjilltar 26:4. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit e atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehen gjuhën e vetë si shpat, që vjellin si shigjeta fjalë të hilmuara, për ta shigjetuar në mohë të pafajshmin. E shigjetojnë papritmas, e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vënë fshehtas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i çojnë në vend synimet e parapara. Humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi i shigjetoj ata, papritmas i mbuluan plagët, gjuha e vet ata i sharoj, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë zhbërja ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a ketë shpresën, me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. nga tmerri i armikut më ruaj, o Zot.
Leximi shkurtër nga libri i parë i mbretërve, kapitulli i 2. Je i fortë dhe bëhu burr. Mbaj urdhërimet e Zotit hyj tënd. Ec udhëve të tia. Mbaj ligjet e tia. Urdhërimet e tia, porosit dhe dëshmit ashtu siç shkruan në ligjin e Mojsiut, që do të shkojnë mbar gjithçka të dërmarrësh, kudo që të sillesh. Më udhëheq o hyj rrugës sate. Urdhërimet e tua ma gëzojnë zemrën. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tan me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.